Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyul huda, amirul ulama, ila yawmil azim, nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabi, wa man ittaba sunnatahu ila yawmil azim. Amma ba'd. يقول جل في علا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال عز وجل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة وأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të لازر falënderojmë Allahun Azza wa Jall që na mundsoi disa fjalë të themi nga zemra, thellësia e shpirtit, atë që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me neve, fjala më e madhe që Allahu e don te robi vet, me thon alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falëndrimi i takon Allahut që na ka udhëzuar në këtë ku jemi ne. Ajo që jemi ne është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se shumë ka fraksione, grupacione të lloj-llojshme në këtë dunja që në emër të Islamit dhe në emër xhamatit pejgamberit alayhis salam folin, mirë po nuk e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë deviju nga mosdia, apo kanë deviju nga plaçka e hawas, e cila është plaçkë që nuk harxhohet kur nuk thot mjaft. Për atë Allahu Azza wa Jall jo rastësisht ne ka dërgu këtë Kur'an. Allah Azza wa Jall tebarak wa taala në të wahdaniyetin e vet, në cilësinë e lartë vet, tebarak wa taala nuk ka nevojë për asnjë krijesë. Ai s'ka nevojë as për Gjibrilin, as për Mikailin, as për Israfilin, as për Malakul Maut, as për një krijesë, a'la wa akbar min kulli shay. Në çdo send është nën krijimin e tij tebarak wa taala. Çdo send çka ti e din se është e krijuar, ai është mbi te. Azza wa Jall. Mirë po nuk e ka lënë njeriu devijoje duke ja dash të mirën gjithë njerëzis prej krijim deri në fund me ia dërguar këtë Kur'an. E mohuan ata që e mohuan, shkuan në xhehenem, e pasuan ata që e pasuan, shkuan në xhennet. Jo rastësisht paras që thash se Allahu Azza wa Jall këtë Kur'an vëllezër të nderuar nuk e ka bot mundur me lexuar çdo kush. A e dini sa baballar kanë qenë mi pas djemt hafiza, po bijat hafiza. I ka zgjedh Allah. Allah te barku taala këtë fjalë të vetën Azza wa Jall s'ia dhuron çdo kujt. Ama dhe s'ia mundson çdo kujt ta kuptojë. Se fahmi, kuptimi vjen për Allahut. Nuk vjen nga dija. Sa njerëz i kena me tulli far, më falni, me tulli far epilogu, po doktor shkencë, apo doktor ashtu, apo profesor ashtu, më thash, e kalon Allah të lejthitur, devijuar. Për shkak se udhëzimi është në vërtet në fjalët e Allahut tebarak wa taala. Për çfarë thot Kur'an, dhalika kitabu la rayba fihi. Mbi se 17 herë në Kur'an, Allahu Azza wa Jall e tregon cilësinë e lartë Kur'anit, se ki Kur'an dhe ki udhëzim, pa me dyshe, pa kokë dyshimin ta, rruga e këtij Kur'ani është përfundim i mirë. Allahu na dha përfundim të mirë me Kur'an. Allahumma habbib ilayna al-iman wal Qur'an. Allah na shtoj dashurinë ndaj imanit që kemi, ta shtojmë për ditë duke e riparu vetën me librin e Zotit xhaleshanu. Jo rastësisht vëllazër Imam Shafia rahimahullah thot njeriu që nuk i lexon spaku 5 sahifat Kur'anit në ditë është model i devijuar. Ka raste njeriu që ngarkon me dunjan
i vështërsot jeta dhe dunjaja. Të haron librin e Zotit Xheleshanu ndonjëherë. Mirë po, si shef falëndrimin dhe Allahut, kur nuk haron besimtari, ta falëndon Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi që na ka dhënë te barku taala. Ne jemi në muajin e Kur'anit. Ky muaj bile nuk është muaji i Ramazanit. Është muaj që shpall drita e Zotit Xheleshanu. Është muaj që shpall udhëzimi i Allahut Azza wa Jall. Ne për sonte kemi zgjedhur një sure e cila është shumë madhështore, është suratul Infitar. Mu bashkë këtë sura ma kanë zgjedhur kjo sura shumë e madhe. Dini se Kurani i ka ndarjet në dy pjesë. Surat Mekkije, ata që kanë zbrit Mekke, dhe Medenije. Kjo sura ka ardhur në Mekke. Allahu Jalla Shanuhu Jalla Jalaluhu në këtë sure madhështore e tregon kredibilitetin e vetë si Zot te barku taala. Është qortuse, është dëshpëruese për pabesimtarët. Dhe është ajo që ma wa'adana ar-Rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Atë që ka premtuar Zoti në Kur'an, është të vërtetë sa e ka më shku në vend, dhe atë që e thënë të vërtetën pejgamberët e Zotit Xhella Xhelaluhu para asaj se nuk ka popull dhe zër që ka dështu e që është shkatru, sikur se thot Zoti në Kur'an, subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. As një popull Allah se ka zhduk për ftyrës tokës. As kaumin e Salihut, as Hud, as kaumin e Lutit, as kaumin e Musës, banu Israilit. Nuk i ka zhduk për deri sa ai nuk i ka çuar pejgamber. S'ka popull këtë dunjë që ka më dalë për Allah me thonë, s'kena pas pejgamber. Ja. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. As kush s'ka shans në ditë kiametit ta ketë këtë drejt, thotë po s'patën në thirës. Nuk ka pas kohë, e po kohore, që s'ka pas një dërgum Zotit Xhella Xhelaluhu o Xhella Shanu fytyrë tokës. Mirë po. Te jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ardhme e Kur'anit është diçka tjetër. A e dini ç'është dallimi vëllazër? Se Kur'ani është mbledhës i gjithë misionit dhe përfundim i gjithë misionit. Të kujna, anbijave, pejgamberëve të Allahut, prej të parit, prej të Nuhi alayhis salam si thirrës, deri te i fundi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që falënderojmë Allahun që jemi ummeti tina sallallahu alaihi wasallam. Thuni sallallahu alaihi wasallam. Kjo sure vëllazër është prej 19 ajeteve. Është sure e cila dikujt ja ka humbë vetë dijen. Unë po i tham vetës në korrigjim, a thu ti Omer të ka ndodhur ndonjë sure me ta humbë vetë dijen? Apo ju ndonjëri për ju? Kjo sure ka pak as të Osmani. Nuk ka ndodhur, thot bashortja e tij bint Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta s'ka ndodhur thot që Osmani me ngu sotul Infitar edhe mos me humbë vetë dijen. Është friku. Është friksuese kërcënimet e Allahut azza wa jalla janë të vërteta. Allahu te barkotala atë që ka premtuar për qafirët është mos e vërtet ka më ndodhur ajo. Andaj Zoti Xheleshanu e fillon këtë sure me ajetin idha as-samaa'u fatarat, në ditë ku do të shkoqet, do të qahet qielli. Vetëm një. Po 7 kati. Në ditë ku do të plasë kiameti. Në ditë u idha al-quburu bu'thirat. Në ditë kur njerëzit para miliarda viteve do të dalin para Allahut azza wa jall. Do të ngrihen nga vorezat. Ashtu si janë voros, do të ngrihen më ato tesha që janë voros. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka do të ndodhë vëllezër? Përgatitja për ardhmjen e ditës llogarisë. Wa idha al-quburu bu'thirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. E kjo është që ka pikëllu çdo qafir që nesër ka me qenë i gojmsherur
La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman. Nuk ka shans me fol askush, pos Allah kujt jep izën. Në ditë veç kime përgadit vetën duke shiku çka do të ndodhe me ti. Wailul lahum, mirë për ata që nuk e pasun këtë Kur'an. Mirë për ata që nuk kanë ahlul Kur'an. Në lumt na që kemi këtë libër. Lumt na që jemi i këtij libri. Lumt na që harxhohemi me këtë libër. Dhe e lusim Allahun që dhe fundit ta kemi me këtë libër. Te barekuhu teala. Se vëllazër, wallahi, Allahu azza wa jall, sikur ka thonë Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jauzi, Allahu na ka veçu edhe me pejgamber, na ka veçu edhe një tikadin më të madh të respektin ndaj Allahut që bën ndaj robët vet, na e ka dhënë Kur'anin. S'ka pejgamber që do të jetë më i gëzuar ditë Kiameti se Rasul sallallahu alaihi wasallam me xhamatin e Kur'anit. Andaj Allahu azza wa jall si alibi besimtarë jo ka thonë atë që të kënaqën ditë Kiameti duke dalë me librin e Zotit xhalla xhelalu wa xhalla shanu para se na e pranuam, na e besuam, na me ta jetuam dhe na me ta mbaruam. E lusim Zotin xhalla shanu që na të jemi prej palës tillë, inshallah taala. Wa idha al-qubur bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Në ditë çdo shpirt ka ta shef mangësinë e vet çka kanë në shpinë. Në ditë nuk ka shpirt që nuk do t'i din mangësit e veta. Nuk ka shans. Nga se raportet të Allahu xhaleshanu ndryshojnë vëllezër. Në ditën kur atë ditë t'jepet llogaria nuk është e lehtë. Wa wudi'a al-kitab wa tara al-mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Subhanallah. Në ditë kur asnjë grincë atami e fjalëve, përshpëritjes edhe të syve nuk ka të harrot. Do të shpalosët. Do t'i merr njeriu 99 libra të veta të llogarisë. Po lumi ai që do ta merr librin e vet krahun e djathtë, sikurse është përshkruan Allah në suratul Waqia, e mirë ata që ta marrin krahun e majt, e mirë për ata që i pret dënimi Allahut azza wa jall. Andaj kjo surë vëllazër konkretosh kërcënim ndaj qafirave, syhajsi për besimtarët, la tahzanu, mos u dëshproni, mos u mërzitni, se juve nesër ju pret një llogari e madhe. Një llogari e cila është xheneti i Allahut azza wa jall. Elusim Allahu ta bën për tillë. Ka thonë Thuajbi radiallahu ta'ala anhum, një prej sahabëve që ka jetuar në Medinë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur në suratul Waqia, i ka dridh zemrat e sahabëve. Janë dridh. Abu Bakri kur nuk është frikë, kur e lexoi ka suratul Waqia, ju dërshin kant, e shifshin mas, ju dërshin kant. Ka pas frikë vëllazër. Ata i kanë përcjell ajetet fjalët e Zotit xhaleshanu. Nuk janë si na ta përcjellin, valla kish zot mirë, valla kish melodinë e mirë. Por janë frigu nga ajo që Allahu e fol. Ose e kundërta, janë kënaq me atë që Allahu ja ka premtu, se premtimi i Allahut kur bosh s'ka shku. As që ka me shku, as që ka me ndodh. Po se dihet se Allahu te barekuhu teala një prej premtimeve me këtë libër vëllezër të nderuar e ka përmbush Islamin. El-yawma akmaltu lakum dinakum. U përsos feja Zotit xhaleshanu. U mbyll. Ky Islam që pret Nuhit al-Islam, la nufarriku baina ahadin minhum. Thirrja e tyre nuk ka dallim prej thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po neve Allahu xhaleshanu akramna ma'al Kur'an. Na ka nderu, na ka veçu me këtë libër të madh te barekuhu teala Allahu azza wa jall, duke na e bën jetën shumë mirë. Duke na dhënë një rahati në dunjë dhe duke na dhënë një rahati për ahiret. Sikur se ka thënë Allahu azza wa jall në Kur'an,
kur melekt do të vinë, do t'i marrin besimtarët për të çuar në xhennetin e Allahut xhalla xhelalu ve xhalla shanu. Do të frigohen besimtarë çka ndodh prej natës vorit, vëllazër. Prej natës vorit. Wa idha al-quburu bu'thirat. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Prej natë ditë kur të shohin njerëzit mangësit, apo besimtarët kur të shohin atë ditë shpërblimin e Zotit Gjeshon, se sutullin fitar dhe është qarimi i kujna. Është qarimi i veprave dhe përbërzve të mirë që sot ju për të llogari e madhe. La të khaf, mos u frigo. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Na jemi kon miq të juve në dunja. Dhe na jemi kush? Miq të juve për ahiret. E kundërta, Allahu azza wa jalla thot mushikonve, kufarve, deri në ditë kiameti. Kiramen katibina ya'lamuna ma taf'alun. Subhanallah. Allah i qunë shumë fisnik. Goni vëllazër. Sa i madh është Allahu xhalla xhelaluhu xhalla sha'nu. Melek çka shkruajnë thot kiramen katibin, të nderuarit, Zoti ka nderuar. A di çka do të thonë ti? Shënjestër me pas çdo lëvizje të njeriu në këtë dunjë, Allah me të përcaktuar për çdo detyrë, Allah e çdo njerëz, çdo krijesa, çdo melek që kanë këtë detyrë i thon kiramen katibin, të nderuarit melek që kush ta thiti nga shkrimi i tyre. Për çka? Asnjë gjas, asnjë sekond s'u hik për veprave të njerëzve. Kofshin të mira, kofshin të keqe. Mirë po, e dim na mëshirën Allahut azza wa jalla që ka kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se meleku që shkon veprat këqija e pret besimtarin 6 orë, ke bën një gjuna, një gibet, diçka tjetër, apo kella fos kot e kot të pret mos po thuaj astaghfirullah. Domethënë, atë që është gjoja më e shtrenjtë ditë kiameti është istighfari. Helbet na mos po thot astaghfirullah wa atubu ilej. Kiramen katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ata e din shumë mirë se veprat e juve çfarë janë. E tash këtu e fundit tash vëllazër. Unë nuk du për këtë surë me fol, po unë sa pash prej kërkova për këtë surë bashmir, pash që njeriu ka bën një doktoratur me 3 muxhellet, trasha. Do të thonë, me fol një muj për këtë libër, shumë pak është me të njoftu për këtë surë, të madhe, madhështore. Po pika të shkurta. Kjo është e fundit çka neve po na brengos më tepër. Çka thot Allahu azza wa jall يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Çka gjet ti o njeri që ja ktheve shpinën Zotit xhalla xhelalu. Zoti tan bujar që të nderoj me krimin më të përsosur. Nuk ka krim më të bukur që Allah ka bë njeriu. Nuk ka përsosshmëri Allahut azza wa jalla në krimin e kujna. Çka Allahu azza wa jall kujna e nderoi në krijim për krijesave. E nderoi Ademin dhe ju tha melekve, bëni sejdë, aba wastakbar, njani s'bëni sejdë. Iblisi lanatullah alayh. Dhe aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Dhe bo prej mohuzve, u bo mutakabbir ndaj krijimit më të përsosur të Allahut te baraka wa taala. Kujna babës ton Ademit alayhi salatu wassalam. E ajo që neve sot na mundon më tepër janë inna al-abrara lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim. Dije se xhenetli çka i pret. Edhe dije se xhenemli çka i pret azapi i Zotit xhanu. Mirë po, para asajna, çka thot Allahu xhelaluhu? Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Përse dhe mirë. Melek që regjistrojnë. Ya'lamun, janë të njohur hollësisht ju shka bani. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Të mirët ka i shku në xhenetin e Zotit xhelaluhu. E përfundimi i zullumçarëve, kriminalëve është në xhehenem. Pra kujna e ke zgjeti me pasu. Nuk është rastisht të vesh me ndjek një personalitet. Nuk është vesh e udhës kjo. Ka me ecë mas dikujna. Duhet me pa mas kuj hec dhe aj mas kuj është të shku. Andaj nejmi xhamet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na hecmi rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e pasojmë kur gjo posa ajo që është e pasuar
nga të parë tonë dhe nuk e pasojmë posa që është e sqartuar në librin e Zotit Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shënu. Jaume la temliku nefsun li nefsin shej'a, wal amru jaume idhin lillah. Dhe në atë ditë, vëllezër, s'ka t'i botë kujtë zullum. Nuk ka, s'ka shpirt që ka mundësia ditë bëjë zullum. Dhe asë një shpirtit s'do t'i botë zullum. Dhe gjithë përcaktimi është amrun lillah. Ndorë të Allahut Azza e lusim Allahun Gjeleshanu që ta kuptojmë këtë Kur'an ashtu si ka kuptu sahabët, si ka kuptu Omeri radiallahu ta'ala, si ka kuptu kush Uthmani radiallahu ta'ala, i se ka hu dijen, thonë për Omeri radiallahu ta'ala, o konë të ardhën prej rrugës për gjihadi fi sabilillah u kthije, për në Medinë ka gu një çoban, thjesht, ja kish pas nis livadha i të dhanë të i rujt, wat-tur, wa kitabim mastur, surët o tur, shikoje, mirë shikoje. Asë jo meri për e deva sëra, të hupi vetë dijen. Kej sahabët janë kështu lëzër. Se Kur'ani të atan nuk o konë zinet i zanit bukur, apo i makhregjit fort, apo hivzit madh. Ata nuk kanë bo gara kush ka me pas hivzit madh fort. Kanë bo gara kush ka me qitë punë në Terezi. Khalid bin Walidi, Sejfullah, i shtrin, me 2 surë është fanë këtë dunja. A e dini sëla surë? E ka ditë surën Kul hu Allahu ahad. Dhe thuhet se ka ditë wala asr. Inna l'insana lafi khusr. Me shto 2 surë është fanë, mas alhamdulillah, ta njëtën. 965 vijat shpatave në trup. Me 1350 beteja zhvilluar. Buri madh, gigant. Një ushtarak, një epror, një general, i ushtrisë, hatta që është emërtu me emrin Sejfullah, shpatë e Zotë Gjeleshanu. Hic pas ka ditë. Kur pas ka bo hatë me kënjirë? Hatë me kumbon. Ban hatë me. Po hatë me punë. Lezo, ban hifz, por mbroje hifzin me punë. Allahu të barë këtali jo rasisht, wa kul i'malu fasara Allah wa Rasul. Nuk tha, bani hifz. Mësone ju, shtërngone vetëm duke bo hifz. Wa kul i'malu fasara Allah wa Rasul. Wal mu'minun. Punoni e që punën e juve ta shofe kush? Allahu Azza wa Jall, absolutikisht, edhe para se me ndodh punë e jote a e di. Dhe të ka pa. I dërgumi ti sallallahu alaihi wasallam ditë kiametit, mas kujt ke, çka bane dhe kujt e pasove. Dhe mu'minun, dhe ta shohim besimtarët punën tënde në mejdan, veprat tua, akhlakun tënd, fejen tënde. Sikur ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqul Quran. Ai ka qenë Kur'ani gjallë. Kush i dha diploma atij që është hafizi Kur'anit? Gjibrili alayhimus salam. Aja përsosi leximin e Kur'anit. Ai është imami i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjibril, Ruhul Amin, Quwa. Ka thonë ulemat për ajetin që është në surën Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikum al-maftun. Ty të kemi ngrit me gradën më të lartë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me shka vëllazër? Me dhikr. Me dhikr. Jo dhikr që mendojmë na si dhikr, se Kur'ani vetë është dhikr. Dhikrun lil alamin. Dhikr për Allahu te barekuhu teala. Elusim Allahu xhaleshanu të kuptojmë veprat tona nën direktivën e fjalës të Allahut, Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun të jemi hafizat punës. Të jemi hafizat punës o vëllezër, se natën e vorit s'ka më na vet melekul mauti. Shikoni, a ki të hifz? Sa suri ki? A ka kështu pyetje? Ja, nuk ka. Man rabbuk, man dinuk, man nabijuk. Bilen në ruajtën e muslimit çka është hadithi për natën e vorit? Tu një sqarim shumë të vogël. Ç'kjo është që po e them? Se Allahu Azza wa Jalla ka më të pyet natën e vorit,
Kush ke çaj fundit që thirrja e pasove? Çaj që thirrje në fund, kush ke? Si e pa temrin? Xhamati pejgamberit kanë me fort për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Xhamati jo pejgamberit s'kan me ditë me fort për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah na i forcov guhat tona ditë duke thënë këtë fjalë, duke përgjithë se na jemi xhamati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kena mes rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam, ashtu si na ka mësuar kidin me këtë Kur'an dhe ashtu si na ka mësuar Islamin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.